Po, sepse opozita e la procesin bosh, nuk mori pjesë në zgjedhjen e personave që mund të garantonte të paktën pikërisht integritetin e personave. Kjo është tjetër çështje. Gjitha bëhen bashkë, dhe erdhi ky rezultat. Jo më kot, Partia Demokratike, opozita, i lindet drejta me fakte dhe dokumente të flas për procese të motivuar politikisht. Sepse përsa kohë majoranca ka ndërhyrë në procesin e vettingut për të trajtuar ca të njerëkës e ca të nënës, atëherë domosdoshmëri majoranca ndërhyn për qëllime politike. Dhe kjo është dhe faktuar. Çfarë ka thënë opozita? Ka thënë për procesin e Sali Berishës, që është një proces absurd dhe e ka sqaruar dhe opinionit publik, ndërkohë që flasim për një vendim kolektiv, të një vendim kolegjial, për përmosyrë atij procesi. Çfarë ka thënë opozita? Ka dokumentuar që gjyqtarja Gjoka, Irena Gjoka, ka gënjur në proceset e vettingut. E ka dokumentuar me fakte dhe sot kanë ardhur dokumenta dhe fakte nga Ministria e Jashtme e Greqisë pas kërkesës së institucioneve tona. Ato që ka thënë opozita kanë dalë të vërteta dhe jo më kot, çfarë të bëjë opozita? Mos flas për raste specifike kur si ndani këto prokurorët? Po sepse kjo është e vërteta, këto janë çështjet, sepse disa nga prokurorët kanë marrë përsipër e zotit Berisha. Po jo vetëm ajo, disa nga prokurorët kanë marrë përsipër të shërben verbërisht qeverisë. Dhe ju pretendoni që opozita mos e deklaroj, mos e denoncoj këtë gjë, po patjetër që ka detyrë ta trajtoj këtë çështje. Kështu që jo më kot ne nuk mund të shërben Olzdado. Kujt i shërben verbërisht? Unë nuk mund të them se kujt i shërben Olzdado apo ndonjë prokuror tjetër. Jo, me që se thatë verbërisht. As nuk e kam ekspertizën. Ajo që po të them është me atë ka Veliaj. Ajo që po të them i shërben pushtetit verbërisht që të kuptojmë diçka. Kur një prokuror sulmon dhe fillon ngre çështje mbi qeverin, prokurori nuk ka asnjë mënyrë si të shërbejë opozitës, sepse opozita nuk ka asnjë mënyrë intimidimi apo blerje të prokurorit. I ka qeveria këto si instrumenta. Dhe duhet ta kemi të qartë histori, s'mund të kemi të barazim, pse shani këtë dhe këtë, pse ky nuk po i shërben juve, jo, nuk ka pse të na shërben neve, sepse nuk kemi asnjë gjë çfarë t'i ofrojmë, nuk kemi asnjë element për t'i bërë presion, për t'i kryer shantazh. Ndërkohë, po mund të ketë një derborë që mund t'ja ushlyej në atë moment caktuar. Nuk dua të hym në këtë pjesë. Ne duhet të hym ka kur e gjykojmë nuk mund të krijojmë kur ka nisur reforma drejtësi, ne u mbushëm që të gjithë doan dhe mendonim që gjyqtarët e prokurorëve do dilnin me xhet, me Ferrari, me prona jashtë Shqipërisë doan, kaloi procesi vettingu. Nuk e di janë as janë të vërteta. Më gjeni një person në gjithë vendimarrjen e vettingut nuk bëhen as 5 veta që komisioni të ketë ngrit dyshimet që ka pasur pasuri të fshetë, të pa deklaruar. Nuk bëhen më shumë se 5 veta. Dhe ato janë raste individuale, nuk di të analizoj janë të vërteta apo jo. Po fakti që nuk doli asgjë për çau nis tregoj që qëllimi i reformës nuk ishte ai që u publiku. Qëllimi i reformës ishte një qëllim i fshehur i majorancës, hajde ta diskutojmë kush është, po ku arritëm. Për të pastruar, nga emrat. Gjithsesi, unë vazhdoj të mendoj që mbështetja mbi institucionet e reja të drejtësisë, sidomos në luftën ndaj korrupsionit qeveritar, duhet jetë e pakushtuar nga të gjithë faktorët. Prandaj thash që duhet i ndajmë dy procese. Mund ta akuzojmë sot prokurin dhe gjykatën që ka dalë më mirë për këtë. Ne po themi që procesi që çoi në këtë ishte një proces doan që nuk zbatoi standardet, vetë standardet e ligjit. Për shembull, është diskutuar pafund, duhet ta keni gjuhë të gjithë. Në kushtetut, jo në ligj. Procesi i dyshimit dhe i hetimit për pasurinë e gjyqtarëve prokurorëve fillon momentin kur pasuria e tyre ishte mbi dyfishin e vlerës që kishin krijuar, marrë nga të ardhurat që kishin krijuar deri në ato momente. Thot kushtetuta, nuk u zbatuan asnjë vendim të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Filluan me ca teza dhe gjyqtarë dhe prokurorë. Si janë skualifikuar, nuk u përdor ky, nuk u përdor. Fillon me teori cënon besimin e publikut, duan, se kush e mat cënimin e besimit publikut. Në emër të popullit. Në emër të popullit, gjej një këtu, ndërkohë që vetë kushtetuta e thot, fillon procesi i hetimit dhe masat për gjyqtarin, momentin kur ka dy fishin e të ardhurave të krijuar nga puna. Nuk është parë në asnjë element. U zhduk ky nen i shkruar në reformë. E disim duket mua ky raporti që të paktën 2 apo 3 vitet e fundit ka majoranca dhe opozita me institucionet e reformës në drejtësi të dala nga reforma në drejtësi,
është e raporti me zjarrin që kur jesh në një distancë të sigurt, të ngrohtë dhe të pëlqen. Ndërsa kur afrohet dhe fillon të djeg, fillon dhe i largohesh dhe reagon. Thënë këto në një formë batute, apo edhe për ta bërë pak në mënyrë metaforike, po themi, unë doja të ndalet tek shifrat konkrete, se çfarë ka prodhuar reforma në drejtësi dhe si ka qenë teknikisht, sigurisht avokati ka qenë pjesë e sistemit, është jurist, mund na i zbërthej shumë herë më mirë, por çfarë të dhënash më rezultojnë mua? Mua më rezulton që në periudhën para vitit 2015, pra para se të implementoj ose të fillon të implementoj reforma në drejtësi, për një çështje penale, pra të shkallës parë, mesatarisht merrej nga 18 deri në 36 muaj mbas kësaj reforme. Ndërsa përpara, çfarë ndodhte? Një çështje e tillë me të njëjtat karakteristika zgjidhej për 6 deri në 8 muaj. Pra, regres i madh. Çështja penale. Nëse para 2015-s zgjidhej mesatarisht mes 6 deri në 12 muaj, pas reformës në drejtësi, mesatarisht kjo merr nga 12 deri në 24 muaj. Pra, në dy aspekte, po themi, kryesore që prek drejt për së drejti qytetarë dhe jetën e të gjithëve neve, reforma në drejtësi siç duket ka çeduar. Nuk duhet harrojmë edhe një element tjetër shumë të rëndësishëm. Ne qëndruam në mos gaboj gati 3 vite pa gjykatë kushtetuese. Pra, kemi bërë kurban pa gjykatë lartë. Gjykatës supreme në nivelin më të lartë të hierarkisë të gjyqësorit shqiptar, ne 3 vite kemi sakrifikuar për këtë reformë në drejtësi. Gjithashtu, duke përjashtuar nga kjo retorike imja punën e SPAK dhe GKK, gjitha hallkat e tjera të gjyqësorit kanë çeduar. Sot, për të zgjidhur një çështje në gjykatën e apelit, përveç kostos marramëndse, që ti duhet vish nga cepi i Korçës, nga fundi i Delvinës apo nga fundi i Tropojës, duhet vish në Tiranë. Duhet vish në Tiranë për ta zgjidhur, edhe zgjidh se nuk e zgjidh pastaj hec e merr vesh. Pra, gjitha këto element, të paktën në këndvështrimin tim, po flas tani si qytetar dhe si gazetar, sepse nuk marr këndvështrimin e të gjithëve. Po nuk marr përsipër të flas teknikisht. Edhe biznesi ka ankesa, sepse nga që zgjatën. Mua më shtyn të mendoj që reforma në drejtësi në këto aspekte, në këto drejtime ka çeduar dhe ka dështuar. Okej. Është handikapi reformës. Okej, nëse do bëjmë një pakt, dhe do bëjmë një marrëveshje që do themi për hir të ndëshkrimit për herë të parë të korrupsionit në nivelet e larta, qoftë në të ish qeverisë apo të qeverisë aktuale, ne do pranojmë këto, unë ndoshta edhe mund të mos bie dakord me këtë lloj pakti, jo? Kjo s'kemi se të bjem dakord, se reforma mund të bësh edhe ndryshe që të shërbet ti krijon një strukturë të posaçme për ta centralizimin në disa qytete, kjo s'do të thotë se SPAK-u dhe tjetër mund mos vazhdonte hetimet. Këtë nisa të them pra që unë nuk mund të çedoj problematikën time personale apo që gjithse kush mund të ketë me sistemin në sistemin gjyqësor, vetëm se të shoh prapa hekurave Sali Berishën, Ilir Metën, Edi Ramën, Erion Veliajn e të tjerë. Pra, nuk mundet do të trajtohet drejtësia e tillë që vetëm për të parë këta politikanë në nivelit lartë që nuk janë dëshkuar në këto 30 e kusur vite, qytetarët mund të presin pak për të zgjidhur çështjet e tyre të pronave, shumë, pak si shumë. Ka nga ta që ndrojnë jetë në pritje të një marrjes së një vendimi. Është një parim i njohur në demokraci dhe në vende ku respektohen drejtat e njeriut. Vonesa e marrjes së vendimit në rastin e një të pafajshëm, kur domethënë kjo prevalon mbi një vendim që i ka dhënë pafajësinë një të fajshmi, është më e rëndësishme koncepti i parë, që do të thotë më mirë të dalë i pafajshëm një fajtor, por ama të pafajshmit të kenë mundësinë